11 majit. Sot, nga zemra e Bashkimit Evropian, u përcoll qartë mesazhi se kjo qeveri e ka humbur legitimitetin dhe se po mbahet në pushtet jo nga vullneti i qytetarëve, por nga fuqia e krimit të organizuar, si dhe abuzimit të përbindshëm me fondet dhe institucionet publike në funksion të agjendës politike, elektorale dhe kriminale të Edi Ramës. Raporti i Parlamentit Evropian për zgjedhjet në Shqipëri, i prezantuar nga eurodeputeti i CDU Mikael Gakler, që udhëhoqi misionin vëzhgues, sqaron qartësisht se votat më 11 maj u blen nëpërmjet abuzimit me burimet publike, presionit mbi votuesit, veçanërisht punonësit publik, keqpërdorimit të aktiviteteve qeveritare për qëllime elektorale, nëpërmjet amnistisë së minutës së fundit për gjobat e papaguara nga qytetarët, si dhe bonusi për pensionistët i dhënë 1 muaj para zgjedhjeve. Ky raport e damkos botërisht narko-qeverinë e Edi Ramës si një regjim që ka asgjësuar demokracinë dhe shtetin ligjor, që dhuron lirit dhe shkelmon brutalisht të drejtat themelore të njeriut. Partia e Lirisë e përshëndet raportin e Parlamentit Evropian dhe e përkrah fuqimisht propozimin për dërgimin e një misioni fakmbledhës në Shqipëri. Këto zgjedhje të kriminalizuara nuk përmbushën asnjë standard ndërkombëtar dhe shkelën dhunshëm kriteret e Kopenhagenit. Ndaj, Partia e Lirisë është e vendosur në vijimin e betejës së saj të pa kompromis për të denoncuar me fakte dhe prova manipulimin e procesit zgjedhor përmes kapjes së shtetit dhe bashkëpunimit kriminal në friksimin e votuesve dhe manipulimin e rezultateve, në përndjekjen gjyqësore ndaj liderëve të opozitës, pandëshkueshmërinë institucionale ndaj krimeve zgjedhore, të cilat qartësisht u dënuan edhe në rezolutën shumë të rëndësishme të organizatës politike më të madhe në botë, IDC-CDI. Çdo ditë po dalin në dritë prova të pastra dhe të qarta të terrorizmit elektoral që vërtetojnë para të gjithë shqiptarëve se si narkoregjimi tjetërsoi në 11 maj në mënyrë mafioze dhe të dhunshme vullnetin e lirë të qytetarëve, duke shkallmuar standardet e zgjedhjeve. Vetëm në narkoshtetin e Edi Ramës mund të ndodhë që të humbin 130.000 flet votimi, njësoj si 130 milion eurot e avulluara të incenatorit të Tiranës që nuk ekziston. Ky terrorizëm elektoral nuk mund të pranohet kurrë. Shqipëria nuk mund të integrohet në Europë me